Leka nesër finalja ndaj Apollonisë. Si përjetohet kjo pragndeshje në kampin shkodran? Normalisht është një ndeshje finale, një ndeshje vështirë, se vetë fjalë finale, dhe ekipi është i përgatitur, është i mobilizuar, vajzat gjitha janë në gjendje psikologjike shumë të mirë, në gjendje fizike shumë të mirë, janë përgatitura për këtë finale. Dhe besojmë sepse do të bëjmë maksimumin që kupa kampionati 13 të vinë në Shkodër. Në 18 ndeshjet e kampionatit dhe finale forë, Apollonia ka marrë barazimin e vetën. Ju tregon kjo gjë që do të marrë edhe ndoshta diçka më seriozisht kjo ndeshje? Shikoj, në çdo ndeshje, sidomos ndeshjet e final fort, i kanë marrë gjitha seriozisht. Atë ndeshjen gjysmëfinale që ishin luajtur në 2 ndeshje në Gramshin, po ashtu edhe me Fieri nesër, i kanë marrë seriozisht, pavarësisht barazimit që na mori Fieri në fazën e dytë në Shkodër, po ishin një ndeshje që ne nuk na interesoshin fort pikë, pra ishin një ndeshje që nuk ishte decisive, po thojmë, jo si kemi lënë gjë, por ndoshta edhe në mbledhsu me Fierin, por nesër do t'japim maksimumin që thash më përpara të vinë kupa 13 në Shkodër. Luhet në orën 16 Selman Stermasi. Do të mbyllet brenda 90 minutave apo? Ajo të shi futbollit nuk i dihet, por na do bëjmë maksimumin tonë që ta mbyllim në 90 minutit këtë finale. Sipas Nikolin Lekës, pse duhet fitoj Vllaznia edhe këtë finale dhe këtë titull kampion? Si më sme, sepse Vllaznia është elita futbollit shqiptar, Vllaznia është baza e ekipit kombëtar, Vllaznia ka lojtarë shumë të mirë brenda, Vllaznia është më përgatitur në kampionatin shqiptar dhe ka një president që është jashtëzakonisht i lënën për këtë futboll dhe pra i ka gjitha gjanat që përmbledhen në një ekip futbollit, i ka Vllaznia që ta fitojnë këtë kampionat. Jo pse dëshiron Nikolin Leka, por sepse i ka ekipi Vllaznisë. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit për te.